Sipas të dhënave të Zyrës së Emigracionit të Zvicrës, gjatë vitit 2025, 2106 shtetas kosovar fituan shtetësinë zvicerane, duke u renditur të katërtit për nga numri mes të gjithë naturalizimeve. Në total, 41.269 shtetas të huaj u bën zviceran, shifër kjo e ngjashme me vitin 2024, por më e ulët krahasuar me atë çka ndodhi në vitin 2006. Media zviceriane raporton se që nga ajo kohë, numri ka luatur rreth 40.000, shumë më i lartë se 11.208 naturalizimet e vitit 1992, por nga vinë qytetarët e rinj në Zvicër, gati gjysma e qytetarëve të rinj vijnë nga Gjermania, Italia, Franca, Portugalia dhe Kosova. Numri më i madh u regjistrua nga Gjermania me 8.980, por nuk mbeten prapa as Franca dhe Italia, që arrin në pragun e 4.000 qytetarëve. Rreth 19% e naturalizimeve ishin qytetarë nga jashtë Europës dhe 18.5% e tyre përfituan nga procedura e thjeshtuar e naturalizimit. Kantonet me më shumë naturalizime janë ai i Zyriut, që kryeson me mbi 1/4 e totalit, pra 11.100 shtetas të rinj, ku 3.756 qytetarë u naturalizuan në qytetin e Zyriut. I dyti renditet kantoni i Vaudit me 5.459 dhe kryeqyteti i Berna me 3.578.